Përveç fotografisë e kemi mundësinë e efekti me dhënë edhe tekstit. Për shembull, e marr këtu, klikoj, vendosë shënoj për shembull një tekst. Që kena mësuar në videot paraprake, këtu e kena tekstin. Edhe te teksti kemi opcionin me vendosë të kon kur me dalë. Tash përveç sajna, shkomi këtu te efektet, edhe klikojmë këtu efektet, edhe në këtë rast po klikoj në blur. Edhe shikoni këtu kemi efekte ndryshme. Unë e zgjedh këtë, kas jam blur, edhe marr drag and drop e vendosi te teksti. Ta klikoj tekstin, po shkoj te effect control, unë shfaqen këtu opcionet, domethënë edhe këtë gas jam blur që e zgjedha, unë shfaqet këtu te teksti. Shikoni këtu. Tash, çfarë po bëj? Po klikoj pe aktivizoj këtë blurin, shikoni. Edhe po e bëj këtu. Shikoni këtu e vendosi pak sa për me pa këtë tekstin. Kur ta aktivizoj blurin, për rriti kështu, shikoni teksti si po bëhet blur. Pastaj, po dal te pika B, edhe po e bëj 0 blurin. Shikoni. Shkon tu kësi teksti. Këtu e klikova një pikë gabim, po e fshi pikën e parë, këtë po e vendosim fillim. Shikone, është blur, edhe po shkon tu hek bluri. Nëse du me përshpejtu e afroj më herë, sikur që shtash. Dhe më thonë, te pika parë që e kom kriju, e kom bo blurin për shembull 71%. Ndërsa, kur shkon tu bo 0. Shikone, shkojec, edhe u shfaq këtë teksti mirë. Dhe më thonë, prej blurit tu u shfaq. Po mu me bo onën e kondër, po i selektoj të dy pikat. Mu i me thonë, për shembull teksti me qëndru kështu, e aktivizoj, dhe më thonë, blurin, shikone shfaqet i pik, nuk e jap hiç blur, po shkoj manketon, edhe tash të bëj blur. Kështu që i vjen teksti, nga kjo moment të shku të bo blur. Po tash kjo me jetë kështu. Ideja tash për me bu ma bukur, po shkoj këtu, po kthejna në fillim, dhe thonë, me shqip të pika, edhe përdore dhe opacity për shembull. Tash të aktivizoj opacitin, nuk i bëj kur gjo këtu në këtë rast e lë njëjtë, dal te pika B, e te pika B e bëj 0. Kështu që shikone, kjo shkon prej tekstit normal të u bo blur edhe të u zhduk. Përveç sajna na mu me vendos edhe një lëvizje thjesht, do më thonë mu me janë pozicionin. E klikomi këtë këtu, shkone te pika B, këthena fillim, e klikoj pozicionin, nërsa dal te pika B, edhe i thom lëviz, do më thonë me shku tu lëviz. Tasht, shikone, shkon tu u zhduk edhe të lëviz ka dale.